Përshëndetje miq, jemi këtu domethënë sot i mora vetëm 2 tregti, njëra ishte 3.8 orë, domethënë profit, tjetra ishte minus 1.3 orë në gold, por ata në gold bëjnë një ditë tjetër bidon. Po disha të tregoj arsyeën pse e kam marrë tregtin në NQ Short. Pasi është hapur domethënë New Yorki, 8:30 kemi pasur manipulim. Dhe në 9:30 kemi krijuar manipulim dhe shumica kemi marrë minor buy side liquidity dhe shumica e traderave kanë vendosur që të blejnë, por unë jo, gjithmonë duroj që ata kam edhe durë trade se durimi është sa kyç në tregtim, domethënë tregtimi pa durim nuk bën. Nëse shkojmë në 4 orë time frame kemi pasur një sell side imbalance CB dhe kemi pas këtë kandilin e madh, domethënë të hënën që është kriju pasi foli Trumpi për 1000 pointsave, domethënë por kjo ka respektuar 75% e DTR levels të konsumentit të CB-t, por ka mujtë shumë me njëherë të manipuloj pasi ishim ende në këtë kandil të madh dhe ka mujtur që me njëherë të manipulim kështë bën sell-off dhe kështu që nëse shkojmë në hourly time frame, këtu ka lind këtë ideja tregtisë. Pas ti kandilit të madh që kriju të hënën, kemi krijuar një sell side imbalance që kemi respektuar të martën, ja shikoje, kemi respektuar të hënën, e kemi respektuar të martën, e kemi respektuar, shikoje të mërkurën, ndërsa internal liquidity ka marrë vetëm kë kandili, domethënë që është 4 të martën, New York PM session, është marrë kë likuiditet dhe kjo nuk ka më likuiditet të marrë. Kjo është internal liquidity. Fundë nëse shkojmë në 5 minuta time frame, çka shohim? Që domethënë këtu është hourly imbalance, kjo është buy side liquidity. Dërsa çfarë kemi thënë? 3 consecutive candles që marrin likuiditetin, domethënë 3 kandilat e fundit. Ky është i pari që ka marrë, ky i dytë, ky i treti. Kjo është një valid order block dhe pret cila pjesë për respektohet. Po nëse marrim domethënë këta, 1, 2, 3 kandilat. Ky është një valid order block. Dhe nëse shkojmë këtu çfarë shohim? Shohim këtu në kohë sot domethënë të ejten, në kohë kyçi në London Kill Zone kemi krijuar një sell side imbalance dhe order blocku validitohet edhe më shumë kur krijon fair value gap, domethënë momentin që orë për herë të parë përfundi ka shkuar me imbalancë, ka krijuar gap. Dhe kjo gap çfarë e bën më shumë është që është e pa mitiguar, domethënë asnjë kandil nuk ka ardhur në prek dhe pastaj më bë sell off. Dhe shikojmë këtu në first macro. Ja shikojmë në first macro ka prek kotë 95 që është first macro. Ja 10:40 bërë sell off. Nëse e fëjmë këto kështut, ja shikojmë në logjika e trade-it tim. Domethënë momentin që ka prek këtë konsument encroachment dhe më njëherë ka bërë sell off, ka krijuar një sell side imbalance. Dhe unë domethënë jam fut në tregti pas ti kandili 1 minutë, time frame domethënë që ka pasur argum për sell. Dhe pastaj është kthyer, por stop lossi ka qenë mbi këtë. Këtaj. Kjo mbi këtaj ka qenë stop lossi, një tik, 2 tik, dhe kom targetuar këto, po pastaj pasi erdhi këtu ngreva pa, se të më sfitoj më shumë. Domethënë kjo ishte logjika e tregtisë.